Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fax News, në emisionin e përjashëm nga Kalaja. Un kam një panel shumë interesant natën e sotme. 3 kam në studio, një është duke ardhur sepse siç e dini trafiku i çmendur i Tiranës nuk i lejon njerëzit të arrijnë kohë reale, sidomos edhe mungesa e parkingjeve në këtë lagje ku ndodhet televizioni Fax News është një çmenduri e vërtetë. Gjithsesi, unë ditën e sotme do diskutoj për një konglomerat temash, por do ta filloj pikërisht nga shuplakat që po jep Bashkimi Evropian Shqipërisë. Është lajm i keq për hir të vërtetës, por fati i këtij integrimi lidhet pasdietshmërisht me një emër, Edi Rama, përpasoi Belinda Balliku. A është kjo qasja e duhur që do të shikojmë integrimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian? Pasaportën europiane do ta marrim në 2030-ën, i mbyllim grup kapitullin 2027-ën dhe goditjet që i ka bërë lideri i opozitës ambasadorit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Do të diskutojmë edhe për çështje tjera, dua t'i urojmë mirëseardhjen zotit Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën, Olo. Sevin Seriani, aktivist, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Olo. Po ashtu Bledi Dika, politolog, mirëmbrëma Bledi. Presim na bashkohet dhe avokat Altin Goxhaj pas pak. Bledi, do doja të nisja me juve këtë sentencë të parë. E besoni që Shqipëria mund të antarësohet në 2030 në Bashkimin Evropian? Neve kemi thënë disa herë, kjo historia e antarësimit në Bashkimin Evropian ka kaluar në disa cikle që ri për të rije me të njëjtat rezultate. Dhe rezultati vetëm e shtyrje, zvarritje, zvargur. Pashtu sikurse dhe tranzicioni. Kemi që nga rënja e komunizmit, vendi jo ndodhet ende, cilësohet ende në vend tranzicion drejt një demokracie të mërfillt. Dhe në të njëjtën, për të hequr një paralele, në të njëjtën situatë ndodhet dhe integrimi i Bashkimit Evropian. Pra, është, si thuash, edhe për një lojë deduktive, logjike, është, si thuash, shkojnë të dyja paralel. Pra, nuk mund të ketë aderim në Bashkimin Evropian, pa patur kalimin e trashëgimit tranzicion. Pra, të instaurimit një demokracie drejt për drejt. Një demokracie të mirëfillt. Normalisht nuk Bashkimi Evropian nuk kërkon të kulluar, por duket që nuk janë bërë hapa përpara aq sa që Shqipëria të pranohet në Bashkimin Evropian. Dhe unë besoj që një nga elementet kryesor për te elementeve specifik, ajo në makro, është ideja që Shqipëria nuk ka bërë përpara me instaurimin, pra instalimin e një demokracie të mirëfillt. Këto kanë qenë përherë duke filluar që nga zgjedhjet, duke filluar nga si thua bllokimi politik që i bë deri diku drejtësisë. Kemi raste që drejtësia kërkon që në thonjë të pastroj pjesë politikës dhe nga ana tjetër kemi një blokadë të politikës. Besoj dhe ka shumë elemente të tjera, pastaj kjo është një temë tjetër të natyrës dhe makroekonomike, që nuk janë atje ku duhet. Pra, si thosh, Bashkimi Evropian si thosh, nuk të do si havale, havale e mrapa, të do që ti ta meritosh pozicionin. Dhe kështu besoj do të jetë. Kështu do vazhdoj të jetë dhe 2030 nuk e shikoj si një moment ku Shqipërisë më në fund të mbyllën syt totalisht dhe të pranoj. Sepse unë nuk besoj që mund të ketë një përparim në qasjen e vendit drejt demokracisë. Pra, ajo që dhe thuhet Shqipëria mund të futet, siç u futën deri diku dhe Rumania, Bullgaria, që edhe pse si kishin mbushur, u pranuan, por kjo tashmë nuk mund të bëhet më në Shqipëri dhe nuk besoj që do të mbyllë një sy. Po u fut, po pranua vetëm nëse është mbyllur një sy dhe ai po e bën pjesë. Na vjen? Po, unë jam i bindur që ne do hym, po kam idenë që do hym kur të shkrihet Bashkimi Evropian. Ajo çfarë unë shikoj si problematik dhe ajo çfarë nuk se mund shkrihet Bashkimi Evropian.
Po gjasat nga shumë lëvizje politike që janë duke ndodhur në 2026 dhe më së shumti në 2027 në zgjedhjet e afërta në këto shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, po rritet euroskepticizmi. Kështu që absolutisht që është një tezë e mundshme. Dhe unë gjykoj që është më e mundshme shkrirja e Bashkimit Evropian se sa integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Elementet kryesorë të cilët përballet është korrupsioni galopant i qeverisë njëherë. Edhe këtë është i vetëdijshëm jo vetëm partnerët ndërkombëtar, por gjithashtu janë të vetëdijshëm edhe vetë qytetarët që jetojnë në Shqipëri. Jeta e tyre është gjithmonë edhe më e keqe. Jeta e tyre është gjithmonë në një ngërq ku përballen me presionin e madh që qeveria dhe institucionet shtypin qytetarët. Ndërkohë që vlerat e Bashkimit Evropian, të paktën se si është ndërtuar deri me teoritë të De Gaullit apo të kancelarëve gjerman, po më vjen emri i të parit, si ka pasaj kancelari gjerman, Adenauer. Dhe në këto momente nuk kemi kurkund me këto ideologji që kanë bërë për Bashkimin Evropian. Na mungon elementi ekonomik. Shqipëria është gjithmonë e më shumë duke u plaçkitur se sa duke ndërtuar një ekonomi të lirë dhe të drejtë. Qytetarët shqiptar, fokus kryesor kanë institucionet, të punësojnë institucione dhe shteti vetë nuk e ndërton një politik për ta zhvilluar qytetarin shqiptar drejt sipërmarrjes. Por këto ne jemi duke kaluar nga nga një proces tranzitor në një proces diktatorial dhe çdo ditë më shumë është e dukshme kjo gjë. Dhe këto janë elementë që nuk përputhen në asnjë moment me tezat e Bashkimit Evropian. Pavarësisht çfarë unë mendoj për Bashkimin Evropian, por duke marrë elementet për ta vlerësuar nëse Shqipëria është e aftë për të bërë pjesë e kësaj tryeze të madhe, unë gjykoj që është totalisht e pa kurkund dhe besoj se do hyj vetëm kur të shkrihet. Okej, Manglen. Shiko, kjo çështja e integrimit të Bashkimit Evropian shqiptarëve jo është bërë si ai premtimi për ujë drita 24 orë që ka 36 vite që premtohet. Çdo qeveri që vjen premton Bashkim Evropian. Edi Rama ka qenë 2013 që ka premtuar Bashkim Evropian, ndoshta në 2013 ai pretendonte brenda 2020-s, tashmë e shtyu deri në 2030-ën dhe nëse do vazhdojë në këtë rrugë ai do ta premtojë edhe në 2040-ën dhe shqiptarët do të jenë të detyruar ta votojnë sepse Edi Rama ka ato levat, ato mekanizmat që ju ja kontrollon votën. Por si mund të ketë Bashkim Evropian në një vend ku kemi ministra që akuzohen për korrupsion galopant, miliarda euro të shpërdoruara, të vjedhura, siç thot populli, dhe të humbura nëpër offshore. Dhe këtu unë jam shumë skeptik se si qytetarët e Bashkimit Evropian radh parë mund të pranojnë që pjesë e familjes tyre të bëhet një vend si Shqipëria, por ndryshe do thoya për politikanët e Bashkimit Evropian që Shqipërinë duan ta marrin në këtë lloj faze me sa duket, duke pat parasysh që ata dërgojnë emisar si Gonzato në Shqipëri, që për mendimin tim është një i korruptuar, i radhës, sepse ne kemi parë edhe më përpara, i cili është si më thënë, pleksur me Edi Ramën, kjo duket qartasi, dhe dyshoj shumë që 2030-a do të jetë viti në cilën shqiptarët më të fundit do të përmbushin ëndrrën e tyre për ujë dhe drita 24 orë dhe antarësim në Bashkimin Evropian. Jo, e them sinqerisht këtë, sepse janë dy premtime që kanë shoqëruar gjatë 36 viteve. Dhe në qoftë se ne do të besojmë Bashkimin Evropian në 2030-ën, duhet besojmë që në 2030 do kemi dhe ujë dhe drita. Gjë që më duket e pamundur. Mund futemi në bëjmë pa drita dhe ujë. Shiko, paralelizmi im është ndoshta surreal, e kupton, por është
Tani i drejtojmë qytetarëve Tiranës, të gjitha bashkive të Shqipërisë, keni ujë dhe dritë. Drita s'po flasim sepse dikush dhe ka zgjidhur këtë, po kemi ujë që kur fry erë nuk kanë drita. Po në Tiranë mund duket e paimagjinueshme sepse në Tiranë si duhen dritat për ne që prekim terren, propagandën. Nuk ka drita, po, nuk ka drita. Tensioni është i ulët e historira të tjera. Tani, a keni ujë 24 orë? Jo. Jo. Atëherë as Bashkimi Evropian nuk do keni në 2030. Dakor, ti fole me terma praktik, e kuptova. Po blet. Ka dhe i problem, personalisht ka një problem me emërtimin ëndra e Bashkimit Evropian. Pra flasim ëndra ashtu siç cilësohet. E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Si gjithë Evropa, pra ëndra kur kalon kaq shumë kohë, ëndra normalisht gjatë fazës së gjumit të rem 7 sekonda zgjat. Rreth 7 sekonda. Ne kemi mbi 30 vjet, domethënë që përndjekim një ëndër. Dhe më shumë se sa ëndër, në kohë kaq gjata nga ëndër, më shumë për shqiptarët, paktën për mua, do të ngeli më shumë se një ëndër e paralizuar një pishman. Domethënë duhet më u zgju. Nga ëndra, domethënë pishman. Kjo është bërë sinonim. Avokat Goxha mirëmbrëma. Faleminderit që je me mua. Trafiku i çmendur i Tiranës besoj si për herë. Ndërkohë do e shpall publikisht emisionin në orën 19:45. Do më kesh fiks në orar. Ndërkohë, avokat. Do të thënë në orën 8. Unë nisa faktikisht se do prekim ato çka ne. Në fakt kolegu i studios ma bën këtë shpesh, ma jep çelë ore para orën e gjyqit. Po pra. Ne do të diskutojmë edhe për tematikat për cilën kemi fol, po unë nisa pak emisionin para se të vihet ti me Bashkimin Evropian. E kam ndjekur. Po, në raport me, domethënë zoti Rama ka premtuar pasaportën europiane. Ju ka thënë që shqiptarëve që ne do futemi në Bashkimin Evropian 2030-ën, 2027-ën mbyllim grup kapitujt, historira të tjera. Ndërkohë Altin, ne çdo ditë, domethënë edhe sot patemi shuplag nga Bashkimi Evropian që thot këto i bari, i parti, këto muhabetet e këtyre, e kupton, që unë e di që ti je euroskeptik, po le ti respektojmë pak për me kuptuar, jo, ku është Shqipënia më vëllai këtë rast, si e shikon ti? Ta them unë si e shoh unë me fjalë. Po pra. Unë jam euroskeptik, domethënë nuk besoj ke Bashkimi Evropian, nuk besoj, më duket Bashkimi Sovjetik Evropian. Nuk i shoh asnjë të mirë përfshirjes së Shqipërisë përkundrazi thellimit të problemit, pasi edhe vetë perceptimi shqiptar mbi Bashkimin Evropian që në 8 dhjetor 1190, që ishte e duam Shqipërisë si gjithë Europa, u pasua me ikjet masive të shqiptarëve drejt Europës, për shkak se nuk kishin kohë të prisnin sa të bëshim në pjesë e Europës, do bën vetë. Dhe po të shohësh arsyeja pse pati këtë. Se kisha gjuhën e këtë interpretim. Dgjoj, komunizmi e dum Shqipërinë si gjithë Europa ishte për me ikë në Europë. Po. Dhe koncepti është që komunizmi ishte projekti serb i një burgu të madh, i cili do ta bënte shqiptarin që të mezi të priste të ikte nga Shqipëria. Domethënë ishte koncepti i parasit që kthehet në ferr dhe ti shpëton duke u arratisur. Dhe 36 vjet ne kemi arratisin e shqiptarëve drejt Europës, duke ikur nga ky burgu i madh, ku në vitin 2013 George Soros dhe Edi Rama nisën projektin e tyre final për ta kthyer Shqipërinë në një vend të zbrazur nga shqiptarët dhe për ta ripopulluar sipas projektit të tyre me të tjerë popullsi dhe duke e zhdukur nga faqja dhe Shqipërinë me konsensusin e Greqisë dhe Serbisë. Dhe në këndvështrimin tim, koncepti i integrimit europian, duke vazhduar konceptin e zotit Doçi, ka të bëjë me atë historinë se si via horizonti, sa më shumë të afrohesh, më shumë largohet. Edhe ky ishte edhe komunizmi në raport me socializmin. Na thonin në socializëm që do vuajmë pak tani se do kemi parajsën kur shkojmë në atë tjetrën. Në fakt sot në këtë moment që ne jetojmë në Shqipëri, duke qenë se këtu është vrarë përfundimisht shpresa se Shqipëria mund të jetë një vend funksional për shqiptarët, mezi presin Bashkimin Evropian që të marrin pasaportën dhe që të ikin. Domethënë, i gjithë koncepti i Bashkimit Evropian në kokën e votuesit shqiptar është e para që të kemi pasaportë që të shpëtojmë. E dyta që është problemi më i madh, është që kaq shumë ja kemi nxjerrën shqiptarëve brenda sistemit ton politik, sa mendojnë që çfarë do të jetë matan që ka një rol këtu, çdo lloj roli do quhet i mirë. Nuk e kuptojnë dot që fytyra e vërtetë e Bashkimit Evropian është Gozatos. Është një burr i sapo ndar nga burri, i cili është pjesë e establishmentit politik ndërkombëtar LGBQ të oborrit kryeministror shqiptar dhe të familjes Soros, dhe kjo është fytyra e vërtetë e Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian është një term i gabuar, është Komisioni Evropian, është Parlamenti Evropian, nuk është thjesht Bashkimi Evropian, është me fjalë koncepti çfarë është Bashkimi Evropian është burokracia. Njerëzit kujtojnë se Bashkimi Evropian është Franca, Spanja, Italia, Gjermania etj.
Në fakt, në këndvështrimin tim, sot Europa fillon në të fazën e re, ku dhjami që ka tretur këto 30 vjet pas rënies murit të Berlinit, ka filluar të nxjerrë trupin kockë lëkur. Dhe kriza që është ekonomike, është ajuar nga vetë elita e establishmentit në Europë, për gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë, është një fakt real se si ata e shpjegojnë, se si ata po e vuajnë tashmë krizën ekonomike të Bashkimit Evropian. Dhe në këndvështrimin tim, ëndra e shqiptarëve për Bashkimin Evropian tashmë nuk është më as ëndër asgjë, është thjesht një, si thosh, inerci e së ardhmes, që nuk ka më ndonjë shqetësim të madh se e rref apo se rref Bashkimin Evropian e Edi Ramën, se si ka dhënë ca lek që Ramës nuk janë ndjen fare për ato lek. Domethënë, po të shohësh kur ne themi shuplaka e Bashkimit Evropian për qeverinë shqiptare, unë mendoj që këtë do ta riformulojmë duke qenë më realist. E çfarë janë ndjen Edi Ramës për shuplakat e Bashkimit Evropian? Kur ka pasur në plan Rama me bë mirë këtë vend? Ç'diskutim është ky që ne të flasim tani për mirëqeverisje, po standarde të tjera. Projekti Ramës është zbrazja e Shqipërisë nga shqiptarët. Është projekt anti-shqiptar. Çfarë lidhje ka këtu Bashkimi Evropian, OKB, NATO etj. Gjitha pas një kuptim i tha si a tha, ma theta thash. Diskutimi duhet të bëhet çfarë efekti ka reagimi i Bashkimit Evropian në projektin e Ramës për shpopullimin e Shqipërisë. Zero. Kur them 0-0. Kur ne flasim për IPART, un kam një bindje krejt tjetër. Unë nuk mendoj se i ka prerë fondet Bashkimi Evropian e Edi Ramës. Unë mendoj që Edi Rama nuk duhet i ketë ato fonde, nuk do që t'i ketë ato fonde, sepse ato fonde ndikojnë që mos ikin njerëzit nga fshati. Projekti i qeverisë tonë është me zbraz fshatin. Pra siç ka kjo punë kështu, i ra shuplak Bashkimi Evropian si dha lek për të mos i lënë fshatarët me lon fshatin. Mos me lon fermerin e vogël me pasur. Por ama të doa të bën për ditë. Gjithë puna e Ramës është si me zbraz fshatin. Ç'është projekti i paketës male? Zbrazja totale e fshatit. Hiqja kullotës, heqja gjithë infrastrukturës, zhdukja e kësaj gjë, duke sjellë ca të tjerë, thjesht me proces edhe këtyre do marrë, edhe këta kotja. Se dhe projekt është thjesht për të vazhduar konceptin 1751 në vitin 91. Dhe në këndvështrimin tim nuk kemi shuplaka nga Bashkimi Evropian ndaj Edi Ramës. Kemi shuplaka të Bashkimit Evropian që të sillin trut në vend. Domethënë të kuptosh që je duke fantazuar një vizion idiot, absurd, që do vi begatia kur ne të bëhemi pjesë e Bashkimit. Po plotësojnë agjendën e Ramës në pak fjalë. Në këndvështrimin tim, mbas ata po bëjnë agjendën e tyre. Agjenda e tyre është zbrazja e fshatit në Angli, në Hollandë, lëmë Shqipëri. Problemi është që Ramës kjo nuk ndikon asnjë çik në qeverisje. Pse s'ndikon asnjë qeverisje? Pse kush tha që ne Rama ka marrë vota se ka qeverisë mirë? Kush tha që ka marrë vota Rama se ka marrë sa parë nga IPART-i dhe ka bler sa fshatar? Jo, ai nuk i bler fshatarët me fondin e IPART-it. Ai si bën fare me të, s'ka më të blezi. Ai ka marrë ciklit në Shqipëri. Thjesht ne jemi popull që jemi dorëzu. Ne mendojmë kur do bëjmë atë kanalin tonë, atë tunelin tonë për të ikë nga burgu, që na kanë kriju këta, për të ikë nga ky ferri, për të shfutuar, për të shkuar në një para se ekziston. Që edhe kur të shkojmë atje, do të akoma dhe më keq, në shkuptim keq. Po të fitosh nga hiç, nga asgjë. Hajt integrosh, hajt të kesh dy shok, hajt të gjesh punta, mama ti je eficient profesionin tënd. Pra unë jam komplet pesimist mbi termat shuplaka, bashkimi, integrimi, për mua këto janë asgjë. Gjithë pyetjet që duhet bën në çdo ditë, në çdo orë, mbi politikën shqiptare duhet të jetë. Kjo që po ndodh këtë çast, kjo që bëri ky, kjo që bëri ai, si ndikon tek zhdukja e Shqipërisë nga faqa dheut. Si ndikon ke zbrazja e Shqipërisë. Mos harro që vetëm para 3 ditësh Rama e tha troç. Ky nuk është më vendi shqiptarëve, është vendi kolonëve izraelitë që do vinë në Shqipëri dhe i dha honoris causa kokës më të madhe hebreje që nuk e njohin shqiptarët se kush është, që u ka bërë vendin e ka zbraz nga 2013 deri këtej, që quhet Ricardo Hausmann. Koka e Sorosit dhe e Greqisë për zbraz Shqipërinë hebre që kërkohet në kërkim ndërkombëtar për atë që ka bërë vendit vet Venezuela. Dakor, do shkojmë te ajo. Bled, ndërkohë do doja ta vazhdonim bashkë që thot Altini. Mos duhet me pa me perspektivë tjetër këtë. Pra, po t'i shikojmë, më thënë, të vetmet fitime, më thënë, një plan, le të themi, afat shkurtër, me njëherë pas një aderimi eventual të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do ishin fondet strukturale, gjë që për shembull ka përfituar shumë Italia, është quajtur Mezzogiorno të Italisë, ku fondet strukturale kryesisht në bujqësi, blegtori, agrikulturë, ndihmonin për të, si thua, përmirësuar prodhimin e tjerë nëpër një infrastrukturë të caktuar. Dhe kjo mund të ndikonte
mund të dikonte në Shqipëri, por duke u kapur dhe tek ajo, domethënë pa ardhur tek kjo do ishte përfitimi më njëhersh, se shqiptarët ndodhen në Evropë, mund të lëvizin lirshëm, kush ka ikur që në vitet 90 tani janë bërë me kartat përhershme dhe rezidence, ikin e vinë ku të duan, domethënë sipas instatit, mos gaboj avokati, ishte 1.700.000 rezidentë ende, domethënë sa duhet ikin akoma që presin të ikin jashtë shtetit. Nuk besoj që ka persona që s'kan mundësi ose që shikojnë Bashkimin Evropian për të lëvizur, ata mund ta bëjnë kryesisht, mund ta bëjnë edhe tani. Pra, si thua, ka ngelur pak për inerci kjo fjala e ëndrrës Bashkimit Evropian. Ëndra besoj tash shqiptarët tani është që të kenë një xhep të mjaftueshëm, me një ekonomi të saktuar, të cilët i mundsojnë të bëjnë një jetë me dinjitet. Po ky përfaqësimi nga kjo, më falë, dhe këtu shikoj një mangësi nga ana e opozitës që e lexon domethënë situatën politike në këtë kuadër, duke shpreh pra shumë plaka që i dha Bashkimi Evropian, domethënë për t'i treguar qytetarëve që ja Ramas është i aftë që t'ju fusin Bashkimin Evropian, sikur kjo të jetë një kërkesë, si thua, jetike ose më e madhe e shqiptarëve. Pra duhet lexoj për shqiptarët. Ka një sondazh në politikë, partitë e mëdha duhet bëjnë sondazh për të parë pak tensionin, për të patur pulsin e popullit. Shqiptarët duan me kaq domosdoshmërisht tani në 2026 të hyjnë në Bashkimin Evropian, ky është prioriteti i tyre i madh. Ka euroskepticizëm në Shqipëri sipas teje? Besoj se është rritur. Është rritur. Është rritur. Kjo ka ndodhur në të gjitha vendet, në të gjitha vendet e bllokut, ish bllokut komunist, rritesh skepticizmi. Nga që është shtyrë si proces. Është shtyrë si proces. Pra po se ka fajin BE apo e kemi fajin ne? Është shtyrë si proces, por shikojmë dhe një rënje të Bashkimit Evropian. Po pra, Bashkimi Evropian ka rënë ekonomikisht, Bashkimi Evropian nuk është ai, le të themi, i fillim viteve 90 që nga pakti i Maastrichtit edhe pakti OTAN që pra, si thua, bëhet një batut, ndërkohë që Kina ka një revolucion të jashtëzakonshëm industrial, teknologjik, India gjithashtu, Amerika çon në hapësirë e tjerë, kurse Bashkimi Evropian bën atë tapën. Ka bërë atë tapën, domethënë, që shisha ujë që nuk bie. Shumë interesante. Merret me këto aspekte që janë, si thua, është një të majte radikalisht liberal, ose një liberalizmi radikal, shumë të majtë, për mos të thënë, pothuajse e majtë ekstreme, që drejton, besoj unë, elitat e majtës, që kanë politikat e reziliencës, politikat e integrimit masiv, i kozmopolitanizmit, duhet të pranojmë gjithë që vinë nga India e tjerë, pra nuk është fokusuar, besoj, është shkëputur nga... Me që jemi të kjo, do më thënë, tani është teza që nga shtyrja e gjatë shqiptarët, se po marrë shqiptarët, janë mërzit edhe është rrit euroskepticizmi, apo vjen një ambasador si Gonzato, si që tha zoti Goxhaj pak më parë, dhe do më thënë diskrediton atë konceptin ton për Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian sipas zotit Goxhaj nuk është Gjermania apo do më thënë disa shtete tjera që ne i kemi si shtete relevante që drejtojnë Europën, por Komisioni Evropian ca burokrat të cilët përfaqësojnë dhe komunitetin, për shembull LGBTQ në këtë rast. Në fakt, ambasadori aktualisht dhe ambasadorët e fundit si amerikan, po kryesisht evropian, kanë pas një rol destruktiv në ëndrrën tonë që neve na i zgjidhin ndërkombëtarët çështjet, hallet e problematikat. Kjo nuk është gjë e keqe, me të thënë drejtën. Kjo është... Po pra, problemi është pse ne i kanë sjell këto, pra pse Shqipëria duhet kishte një Gonzato, si e shikon këtë? Në fakt, prezantimi i Europës në arenën ndërkombëtare është e tillë. Sot Europa nuk ka një ushtri që t'i dalë i zot vetes, sot Europa është e varur ekonomikisht nga Kina, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga India. Pra, degradimi i Bashkimit Evropian është evident dhe
fshatrat kanë një qasje komplet ndryshe të Bashkimit Evropian. Kemi rastin e Merkursos, marrëveshja që është bërë Bashkimi Evropian me vendet e Amerikës Latine, ku gjithë prodhimi blegtoral është eksportuar, pra kërkohet të importohet në Europë, pra ka kaluar në këto vendet e Amerikës Jugore, të cilët kanë rritur një pakënaqësi, të cilat e kanë bërë të paralizuar qytetarin evropian. Kjo është Europa e vërtet. Shqiptarët që kanë të aprovoj. Pse? Si pse? Jo, pse ka rrit pakënaqësinë? Po atëre, Bashkimi Evropian Bashkimi Evropian gjithë thelbin ka pas ndërtimin, parimet e tij i ka kthyer për ta paralizuar qytetërimin evropian. Dhe ne flasim në dy shtresa. Janë qytetarët e Bashkimit Evropian që në këto shtetet e Bashkimit Evropian, kemi pastaj edhe Komisionin Evropian, i cili është një vrim e madhe e zezë korrupsioni, dhe gjithë thelbin e kanë për të neutralizuar ose të paralizuar qytetërimin e krishterë dhe kryesisht qytetërimin perëndimor. Ky është politika e tyre. Sovranistët në këto vendet e Bashkimit Evropian pikërisht këtë tezë ngrejnë, të shqetësim ngrejnë, prandaj ka një rritje të euroskepticizmit në Bashkimin Evropian në të gjithë vendet e tij. Ne kemi dhe në Angli, dhe Anglia nuk është e përjashtuar nga kjo skepticizëm, dhe kemi Miguel Farangin, i cili ka bërë një zhvillim shumë të madh politik në Britaninë e Madhe, duke fituar në zgjedhjet lokale. Kemi në Francë që po përgatitet për zgjedhjet presidenciale, kemi një kandidat i cili po përbashkon dhe i referohet teorisë goliste të ndërtimit të shtetit, që do të thotë sovraniste. Kemi AFD-n në Gjermani. Pra këto janë që po fitojnë gjithmonë më shumë terren, dhe ka një zgjim në bashkimin në qytetarët e Europës kundrejt rrezikut që vjen nga liberalizimi ekstrem i shoqërisë, duke e parë veten sot në një ngërç ekonomik, social, mungesë identitar. Pra një sër të tillash, të cilët shqiptarët, të cilët merren me politikë ose kanë një akses për të analizuar se si ose ata që jetojnë në këto vende janë të detyruar të jenë pjesë e euroskepticizmit. Pastaj kemi një fashë shqiptare që e duan Bashkimin Evropian, po jo se e kuptojnë çfarë do thotë Bashkimi Evropian, por i referohen vetëm idesë për të pasur një pasaportë europiane, që ti të vendosesh në një vend të Europës pa proceset që kërkohet si emigrant. Okej. Diçka flasin për shqiptarët, nuk është më, domethënë, Evropa, nuk është më një ndërtim i pritshmërive mbi disa tregime mitike. Iku dikush, kohët të Enverit, kishte qenë dikush dhe thotë është aty është para. Po, është e prekshme. Tani është e prekshme. Shqiptarët jetojnë në pjesë më e madhe me remitanca. Ikin dhe vetë, madje çdo shqiptar mund të ketë ikur një herë, mund ta ketë provuar emigrimin. Po. Dhe mund të ketë punuar. Dhe shikojnë që Evropa nuk është më Evropa që ka qenë dikur. Shumë shqiptarë kthehen, shumë shqiptarë nuk e gjejnë veten. Nuk e gjejnë veten vendasit. Unë për shembull kam shumë italin, që kam shumë marrëdhënie. Shikojnë që ka rënë. Pra dhe shqiptarët atje i shikojnë këto gjëra. Okej, Maringlen, ke një shtesë se do shkojmë publicitet? Jo, thjesht do ta krahasoja dhe unë do ta rreshtoja veten në euroskeptikët sot, sepse ky Bashkimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, unë e shoh si reforma administrative 2015-s, ku komunat thonin urra se do bashkohemi në Bashkinë e Madhe, e kupton? Dhe në fund fare gjitha fondet shkonin në qendër të bashkisë. Komunat u boshatisën, s'kishte më investime, nuk kishte më shërbime, e kupton? U shkatruan rrugët, s'mund jetonin më. Kështu do të jetë edhe Bashkimi Evropian për Shqipërinë. Pra,
mundon të heq paralelizma për ta kuptuar pak më mirë publiku. Është identik dhe edhe në Itali u eliminuan provincat. Po pra. Filloi një lëvizje. Kjo është. Atëherë bashkohemi gjithë që Bashkimi Evropian s'e ka i mirë për Shqipërinë në këtë situatë ku jemi. Edhe ajo që para fat do ju më akuzojnë mua që kam bërë një emision. Po, Aulon. Në gjithë emisione që kemi 36 vjet gjejmë të njëjtën filharmonik, të njëjtën gërnec, po të ketë një emision valla që i thotë sa gjëra siç janë. Po të jetë një që unë kompleksohem nga kjo. Pikërisht pra ne na Dhe do rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit në këtë emision Euroskeptik. Kujdes, publicitet. Po pra. Jemi rikthyer në studio të nderuar miq për pjesën e dytë të emisionit. Avokat, do doja ta nisja me juve, në fakt, pjesë dytë me idenë që prekët pak më herët, përsa i përket nderimit që i ka bërë Edi Rama, një personazhi sipas teje dyshim. Jo, jam përpjekja jam mësoj shqiptarëve këtë emër. Mund na sqarosh? Që në 2014. Domethënë unë kam llogarit 12 vjet që u them shqiptarëve që njeriu truri që po shpopullon Shqipërinë quhet Ricardo Hausmann. Ky është njëri kontraktuar nga Sorosi, i punësuar nga Sokrates Kokalis, është një tipik nga ata çufot, judet e ndërkombëtar dhe ky person është saktuar në vitin 2013 në muajin tetor në një kontratë, në një marrëveshje midis Fondacionit Soros, institutit themeluar nga Sokrates Kokalis, i cili është një element shumë i rëndësishëm për t'u theksuar, i mbrojtur nga shërbimet sekrete greke si ish spiun i Stasit dhe KGB-s në vitet e luftës ftohtë, i cili ka krijuar një institut, i cili ka marrë këtë kontratë firmosur nga Edi Rama, George Soros dhe establishmenti Kokalis brenda Harvardit që të shpopulloj Shqipërinë. Dhe unë kam qenë 2014 që u them shqiptarëve shikoni këtë fytyrë. Ky është ai. Dhe në vitin 2017, në fakt 2016 kam nxjerr dokumenta të vazhdueshme që theksoja pikërisht atë që kisha nisur që në 2014, që ekziston një projekt që realiteti jonë ekonomik nuk është trilli Edi Ramës, nuk është një fantazie njerëzve që mban pranë Rama, po është diçka ndërkombëtare që vjen nga jashtë dhe që financohet drejt për drejt nga armiqtë e Shqipërisë dhe përdoret për të shkatëruar dhe të shkretuar këtë vend, ku e kam bërë analizën që 2014 deri sot si një fazë falimentimi, si thosh shpërbërje, vështirësimi ekonomik të jetës së çdo biznesi shqiptar, çdo familje shqiptare, dhe pastaj shpopullim. Tani kemi ardhur ke faza e re, që është prej disa vitesh ripopullim. Ky person ka marrë një çmim tip vlerësimi doktorata dhe një honoris causa nga Edi Rama dhe Universiteti i Tiranës para 4 ditësh, 5 ditësh, dhe unë kam studiuar me vëmendje deklaratën e Edi Ramës që ka dhënë për të. Aty Rama kishte fshehur gjë më të rëndësishme, kontributin e tij më të rëndësishëm në Shqipëri, që ka të bëjë me PPP dhe investitorët strategjik. Ky është truri i të gjithë zbrazjes së buxhetit të popullit, shtetit, biznesit, familjes nëpërmjet PPP-ve, duke përqendruar kapitalin në mënyrë falimentuese, siç janë koncesionet, siç janë incineratorët, siç janë shumë historitë të natyre. Ky ka shpikur këtë konceptin e pushtimit çdo toke, grabitjes çdo toke shqiptare nëpërmjet termit investitor strategjik dhe korporat investimesh. Por fakt ky është dhe truri i pensioneve, ky është truri i reformës në arsim, ky është truri i reformës energjetike që futi në burg në vitin 2014 6.000 shqiptar, ku ky erdhi pikërisht për ta përkrahur fizikisht në Tiranë këtë lloj gjëje. Dhe ky është një person i cili është kontraktuar për të bërë gjithë zallamenin e Shqipërisë. Tani problemi nuk qëndron çka ka ndodhur para 4 ditësh, mori as mori kjo honoris causa. Fare zero për mua. Për mua ka rëndësi se si u hesht për këtë gjë. Se si palët heshtën të gjitha, sepse ai është një jude që punon për llogaritë këtij establishmenti global, që një dorë të majt ka George Soros, një dorë të djathtë ka Bibi Netanyahu, që është ky projekti tyne, që është problem ndërkombëtar, kurse në Shqipëri tashmë po kthehet në rënjën e një mjegulle, sepse po bëhet gjithë kjo e zezë shqiptarëve, dhe tashmë kanë 2 vjet që pak nga pak unë po mundohem t'ja shpjegoj që në shtator 2024 që quhet Izraeli i ri, i shoqërisë së hapur në Ballkan. Shqipëria është në proces zëvendësimi popullsie, ku 100.000 kolon izraelit do vinë në Shqipëri, 1 milion sklever për ta do vinë nga India dhe Filipinet, ca dhe nga Ukraina, ca dhe nga Amerika Latine, por këtu theksohet nga ana ime fakti që po kufizoj terma shtetesh
që janë Filipinët dhe India. Arsye që unë e theksoj këtë gjë është sepse tashmë, siç e kam paralajmëruar me vite, po kuptohet që ka një organizim të emigracionit ose saktë të rimbuqjes së Shqipërisë me një kategori specifike sklevrësh. Pra nuk është Shqipëria një vend që po merr emigrantë. Jo. Po merr specifikisht vetëm emigrante ka projektin nga India dhe Filipinët. Të tjerët që vinë janë kështu kot, do ikin. Këta vinë për të ndetur. Arsye pse janë zgjedhur këta se këta janë friendly me kolonet e ri që do pushtojnë Shqipërinë. Që nuk duhet pushtim me armë, po do të jetë një gjetje një toke bosh, sepse ne do kemi hikur. Bashkimi Evropian është element integrimi, koncepti, pasaporta etj etj. Jo më kot Rama kërkoi para një muaj dhe sot mund ta kuptojnë arsyeën shqiptarët që ne të bëheshim pjesë e BE-s pa të drejtë vetoje, votoje, ke parasysh ato histori që tregoj. Po me Vučić. Po se i duhet pasaporta. Pasaporta për çfarë? Për t'ikur. Dhe pse për t'ikur? Se po vinë të na zvendësojnë. Të gjitha të dhënat që mblidhen, të gjitha të dhënat që dalin çdo ditë vërtetojnë një gjë. Qeveria ka një projekt shumë të qartë se si doja marrë çdo lloj prone, doja zhvlerësoj çdo lloj prone, doja heq çdo lloj mundësie shqiptarit që të ketë mundësi të qëndrojë në Shqipëri. Ndërkohë izraelitët që po vinë po blejnë prone në Shqipëri, po bëjnë ato që s'e bëjnë kurrë. Po e bëjnë në mesdhe, një gjë që s'e kanë bërë kurrë. Po blejnë më shtrenjtë se ç'shtrenjtë. Sepse qëllimi nuk është blerja e pronës. Qëllimi është krijimi një pamundësie lokale për të blerë dhe arsye të forta për të shitur. Çfarë do të thotë? Në moment që rriten çmimet artificialisht, ku unë këtu kujtoj që edhe vetë historia e kanabizimit të Shqipërisë, pastaj krijimi i trafikut ndërkombëtar të kokainës, ku Shqipëria është një nga faktorët më në zë në botë, më mbi përfaqësuar raport me ç'duhet të ishte, ka të bëjë pikërisht që ti nuk do të kesh shans të blesh një shtëpi në Shqipëri, po të kesh 1 milion arsye për ta shitur. Për shkak të vlerës së lartë, që ti të ikësh jashtë Shqipërisë. Dhe ky është procesi që ka ndodhur në Palestinë në vitet 1920-1948. Pra në këtë periudhë, para se të bëhet pushtimi. Dhe këto janë historitë të njohura, këto janë teknikat të njohura, dhe unë do të kujtoja faktin që fatkesia në këtë histori nuk është që para 4 ditësh ju dha një dekorat. Fatkesia është që ne kemi një klasë politike të tredhur, ne kemi një klasë politike të kastruar, ne kemi një klasë politike servile, që të gjithë bashkë në çdo lloj gjykimi të drejtë do duhet të kishin populluar një kamp të madh për qëndrimin dhe të kishin vdekur aty si qen për atë që i kanë bërë këtij vendi dhe po ja bëjnë çdo ditë. Okej. Bled, si e shikon këtë moment që trajtoi Goxha? Çështja është që emigracioni normalisht është një nga politikat që nga vitet 90 tashmë është përfshin ose është problematik të paktën e partive të djatha në çdo vend të Evropës, por veçantia, besoj, e Shqipërisë nga të gjitha vendet e Evropës, për te faktit ekonomik, se tani mund të themi edhe që Shqipëria është në lulen e saj ekonomike, kjo për ironi dhe pret që të vinë emigrant, që të bëjnë ato punët që shqiptarët do t'i refuzonin, gjë që s'është e vërtet. Emigracion ky i cili ndodh në këtë tablo, ndodh në Gjermani, ka ndodhur në Itali, në Angli, e kështu me radhë. Në Shqipëri nuk është kjo. Por edhe sikur të ishte kjo, veçantia që ka vendi jonë nga këto vende është fakti i numrit pak të shqiptarëve. Ne jemi historikisht themi 3 milion banorë. Një vend me 3 milion banorë nuk ka më dhe jo vetëm pasoja, si thënë avokati, ripopullimi, por unë mund të thoja edhe asimilimi, duke patur parasysh që jemi dhe një vend që pjesa më e madhe ka emigruar. Pa, si të thuash, një numër i madh emigrantëve që do të vinë në Shqipëri mund ta tejkalojë dhe numrin e rezidentëve shqiptarë në Shqipëri. Dhe kjo është katastrofike. Në qoftë se në Itali, një vend për 60 milion banorësh, italian, tani mund të ketë rënë sepse ka plakje e tjerë, po historikisht 60 milion banor, vinë, themi, 1 milion shqiptar, 2 milion rumunë e tjera radhë, gjithsesi kjo është një përqindje
e madhe, po relativisht shumë më ullët se sa do të ishte raporti një migracioni me Shqipërinë, duke patur parasysh se ne jemi si popullsi po thoj se sa Roma, sa një qytet i madh i Italisë. Dhe për vende si ne është tehet problematike migracione. Në elementi dytë që doja të trajtoja ishte fakti që flitet për një migrim, të komunitetit, nuk e di, izraelit e tjime radhë, për arsye ekonomike, për të hapur biznese tjere në Shqipëri. Dhe paralelisht me këtë, po lexoja sot që për bizneset shqiptare ishin propozuar nga qeveria disa favorizime fiskale. Pra si thuash, kjo përkon, unë nuk besoj shumë koincidencave, por kjo përkon pikërisht me si thuash lajmin që një grup izraelitësh e tjerë ose të huajsh do vinë dhe do hapin në biznese, do kenë mundësinë që të si thuash angazhohen ekonomikisht në Shqipëri. Dhe në të njëjtën moment kemi një favorizim, le themi, fiskal, paktën kështu është lajmëruar nga kryeministri për bizneset e reja etj. Dhe për filmat, nuk e di, do një agjenci e re për këto audiovizivet, do kishte një ent, nuk e di, sot i lexova, që do kishte rimbursime, do uleshin tatim fitimi e kështu me radhë. Pyetja ime, domethënë, ose enigma, pyetja ime, kemi, po thuaj se jemi në mandatin e 4. Pse kjo duhet bë pikërisht tani? Dihet që bizneset i vogël shqiptar akoma më shumë tani po lëngon. Është në krizë, është në krizë totale. Këto favorizime duhet ishin bërë tani. Pikërisht tani, ose si thua mbas në mandatin e 4 filloi një dhimbshëri e madhe, lindi një dhimbshëri e madhe për biznesin shqiptar dhe duhet, ose Shqipëria në aspektin ekonomik mund të jetë një kolaps, ose për logjik, për silogjizëm mbetet që kjo mund të bërë për të favorizuar dhe ato biznese ose investitor të ri ekonomik që do të vinë tashmë në Shqipëri. Okej, Sevin? E para njëherë referuar lëvizjeve të fundit demografike, pra nuk është emigrim, ky është popullim dhe këto rryma janë lëvizje demografike që vinë nga shtetet e ndryshme, nga vende si India dhe Filipinet në Shqipëri. Shpesh këto muajt e fundit kam parë më mirë që të shkoj vetë bëj pazarin se sa të lej prindet e mi, sepse prindet e mi nuk din anglisht dhe si përjedhoj hasin vështirësi në blerjen e produkteve, sepse shumica e atyre që shesin sot apo që ti përballesh qofsi kur porosit një kafe janë pikërisht nga këto vende. Dhe ato se njohin shqipen dhe i duhet shumë e vështirë dhe kanë për thjeshtësi të komunikojnë anglisht. Ndërkohë që shqiptari në tokën e vet po ndihet shumë herë më shumë i përjashtuar nga kjo gjë. Në rast se do ekzistonte dhe unë dyshoj kur një gjë përsëritet disa herë, ndaj them ardhja e një popullate të huaj siç janë në Filipinët apo dhe një popullatë siç mund të jetë me një kthim të antenave drejt Izraelit, gjykoj që është një rrezik shumë i madh kjo lëvizje demografike në Shqipëri. Nëse do t'i referohemi ish agjendit të CIA-s ku përcaktoi se Kipro, Greqia dhe Shqipëria do jenë vendi i cili do mirëpresi izraelitët që do shkputen nga Izraeli i sotshëm, ndryshe nga Greqia, unë shikoj që Shqipëria ka një dinamik shumë ndryshe sociale, kulturore dhe demografike. Që do thotë, përshtatja e këtyre dy ose pozicionimi si zonë influence në Shqipëri të këtyre dy rrymave do ta kthente Shqipërinë qoftë edhe në një jo vetëm në një krizë, por edhe në një rrezik të lufte civile, lufte
në territorin e Shqipërisë. Të paktën unë kështu e shikoj. Shqipëria ka pas disa aleat deri në këto momente kur ka qenë e markuar si vijë influencash. Ndryshimi i këtyre vijave influencave për mendimin tim do ketë destabilitet në Shqipëri. Okej, Maringlen, këtë moment si e shikon? Atëherë, gjitha lëvizjet që janë bërë, sidomos gjatë periudhës 13 vjeçare, qeverisjes nga 2013 deri në sot, qeverisjes së madhe të Shqipërisë, duket qartë se janë pjesë e një projekti shumë të madh, siç e kemi thënë dhe më përpara, për depopullimin fillimisht të këtij vendi dhe më pas ripopullimin. Për interesa që ne i kemi trajtuar më përpara si interesa filo-serbe, pra, ose dhe sfundmi po shohim edhe interesin e madh të izraelitëve. Dhe kemi akuzuar kryesisht agjendën Soros, një qufoje, siç i referohet avokati, që pas ka pasur bishtin shumë gjatë deri tek zionistët e sotëm, pra Izraeli. Çfarë ndodh? Shqiptarëve është bërë gjithçka për t'ia nxjerrë jetën dhe për t'u larguar nga ky vend. Duke filluar nga burokraci që krijohen në institucionet shtetërore, duke filluar tek korrupsioni që ka prekur çdo nivel deri tek mjekësia, pra ti nuk bën dot një gjilpër, pos dhe 5.000 lekshin tek urgjenca. Projekte nga më të ndryshme, nxitmja e feminizmit ekstrem për të futur brenda në familje shqiptare dhe për të shkaktuar atë që sot po e shohim me sy, raportet ku divorcet kanë kaluar martesat në vendin tonë. Të gjitha këto kanë bërë krijimin e një vendi të pajetueshëm Shqipëri, pra kushtet e varfërshme për një vend të pajetueshëm Shqipëri. Duke larguar shqiptarët në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo siç po shihet qartë edhe ndoshta për ardhen e këtyre një kolonëve, siç thot avokati. Tani, realisht, ardhja e krahut punës, edhe nga vendet e Bashkimit Evropian edhe nga vendet perëndimore gjithmonë, pra emigracioni është cilësuar si një, si më thënë, jep një liri motorit ekonomik, pra zhvillohet, vendi shkon drejt zhvillimit, por me sa duket, ky krah i ri pune që ka ardhur ka sjellë problematika në vendin tonë. Dhe vërteton që shqiptarët në Shqipëri nuk po largohen nga ekonomia, sepse përderisa kemi emigrantë që vinë punojnë në Shqipëri dhe shqiptarë që po largohen, pra këtu kemi një farë ekonomie, por vërteton tezën e parë siç thashun, Shqipëria vend i pabanueshëm, pra Shqipëria vend i pajetueshëm. Dhe kjo ndoshta për interesa më të mëdha se sa mund t'i perceptojnë popullata mbar. Pra shqiptarët, kemi kohë që i mshojmë kësaj ideje për një agjendë shpopullimi për Shqipërinë. Kemi dhënë fakte, kemi bërë lëvizje, jemi munduar të ndërgjegjësojmë popullatën gjatë gjithë kohës. Dhe unë shikoj që Shqipëria nuk është vend i pajetueshëm, por realisht gjendemi në mes të një si më themi një agjende të jashtëzakonshme për largimin e shqiptarëve. Unë kështu do ta shikoja. Nuk jap dot një shpjegim tjetër se si një vend si Shqipëria, ku të jep të gjitha mundësitë për të jetuar, për të punuar, mund të jetë kaq i padëshirueshëm për vendasit dhe kaq i dëshirueshëm për ata që do vinë. Pra, po i shërbem dita ditës një politike të Edi Ramës me një projekt të jashtëm kundra shqiptarëve për krijimin e kushteve të favorshme për të ardhur të huaj në Shqipëri. Pra, Aulon, jemi vetmi popull në botë që ne kemi dëshirën më të madhe të kolonizohemi. Kupton? Që ka ndodhur edhe në histori. Po i plotësoj. Dhe po sot diçka më ka zënë syrin sot. Logjike, më mirë të kemi një komshi të huaj se këtë që urrej unë që kam përballë, që jam rrit me të. Domethënë, ne i plotësojmë gjitha kriteret për tu shpopulluar si vend, për tu zbras. Ne jemi vetmi vend që pasojat e zvendësimit do t'i kemi perfekte, ndryshe nga Greqia, që ka krijuar një reaksion të madh politik dhe aty ka filluar debati i madh
ku problemin e ka kush e di sa herë më të vogël se Shqipëria. Dhe ajo është një klasë politike e përgjeshme, sido që të jetë, ngadon që ta marrësh. Mund të kenë një kryeministër Shabat Goi të atyre që e kanë kapë që trajtojnë se duan, po ndërgjegja greke ka shumë antikorpe. Ndërgjegja shqiptare është ndërgjegje e shpërbërë, e dorëzuar, që personi që mund të jetë, si thosh, në një mendim, do vinë, s'do vinë, ke pallati im, do vinë, s'do vinë, thotë, inshallah vinë këta që të mikin këta që kam, se së duroj dot, këta shqiptarët këtu. Pra shqiptari urren shqiptari. Dhe ky është faktori kryesor që e përcakton vendin tonë të përshtatshëm që ta të nisin këtë agjendë shpopullimi që e ka nisur shumë herë. Në vitin 2013, kur ata nënshkruan kontratën për të filluar zbrasjen e Shqipërisë me këtë projekt final, ku të gjithë këshilltarët e Ramës çuditërisht nga viti 2000 deri më sot kanë qenë të gjithë çuditërisht çufa, të gjithë. Kur them këshilltarët, ata që kanë bërë politikën urbanistike të Tiranës, kanë qenë gjithë çufa. Unë i kam njohur që në vitin 2000. Çufa është një shprehje e re që kemi përdorur ne shqiptarët që na shkon shumë, ka të bëjë me judet. Dhe përdoret në rrjetet sociale dhe unë mendoj që ngjit si fjalë, edhe duke qenë se ne kemi pasur fjalë tjetër që të quhet çifut, dhe këta e quajnë që është fjalë antisemite, që nuk është antisemite, është një fjalë thjesht për caktimin shqip i identitetit të tyre. Koncepti që fjala çufu ka ngjitur dhe është një lloj, si thosh, përkëdhelie në fjalën çifut, më kupton logjikën. Në këtë kuptim, me fjalë nuk është rastësi që Rama, kur ka ardhur kryetar bashkie në Tiranë në vitin 2000, i erdhi një çift judesh, çufosh pra, të cilët përcaktuan mënyrën se si do rritesh në aktivitetet çmimet e banesave. Dhe aty ndërtua një skem se si do goditesh një biznesmen nga Egjipti, i cili si thosh bënte me kostotullët dhe shiste me kostotullët Tiranë për El Sayedin, dhe këta e vranë atë njeri. Në kuptimin se pyetet a e vran me Metçeun apo vrau veten. Edhe këta e vran. Në njëjtin kuptim, vdish nga zemra, a vdish nga helmi, nuk u mor vesh kurrë. Ajo që dihet për Sayedin është që ja bën atë mënyrë që do vdiste se s'bën. Nuk ishte për t'i prishur standardin e çmimit të ulët, kur godinat e tij që u akuzoheshin nga Rama në atë kohë, në vitin 2019 kur atë Tërmeti nuk i gjeti asgjë. Dhe ishin dy çufa. Këshilltarët e Ramës që ndryshuan gjithë politikën urbanistike të Tiranës, të cilët u zëvendësuan për një çufo i ri në vitin 2003. U zëvendësuan nga një çufo tjetër në 2007. Dhe kur ka ardhur Rama në pushtet, erdhi ky çufoja tjetër, i cili kishte detyrë të bënte gjithë think tankun e të gjithë jetës tonë ekonomike, si të falimentojmë ne si arsye për të jetuar në këtë vend. Që ka të bëjë me gjithçka. Edhe pjesa që ka të bëjë me dollarin, euron dhe lekun, pra që është një absurditet kur është oferjez, është pjesë e këtij projekti ku krijua mafia jone e kokainës në botë, e cila kishte për detyrë që paratë që merrte kudo, të krijonte këtë pakuptimshmëri se njerëzit kujtojnë se ata po na mbajnë me lek, sepse leku jon varet nga kokaina 100%. Problemi qëndron që asnjë ekonomi në botë nuk ka ecur për drogës, s'ka pse të ketë rast veçantë, po ja ti shive faktin. Pikërisht është kjo parë e pisët. Çmimet shkojnë në Katafiu, çdo ditë trupi jon në qytetin e Tiranës smuret për shkak se asnjë s'bën llogarin që për çdo metër katror beton që ndërtohet në Tiranë, sasia plurit që prodhohet nga prishja e objekteve paraprake, sasia plurit që prodhohet gjatë ndërtimit dhe mënyra si këto ndërtime janë shpërndarë në gjithë Tiranën, i gjithë pislloku shkon në mushkrit tona, i gjithë pluhuri shkon në mushkrit tona pa asnjë lloj standardi që janë mushkrit e fëmijëve rreth parë. Njerëzit nuk duan të shohin të vërtetën në sy që ne jetojmë në një sistem politik të kapur nga ata për shumë kohësh. Dhe do ta mbyll gjithmonë me një argument thjesht të kurenistë që shikoni pak, hapni me telekomand sot gjithë televizionet. Nesër të njëjtave keni parlamentin. Shikoni pak, nuk ndryshon pozit opozit. Nuk ndryshon fytyra e njërit nga e tjetrit. Këta janë klasë servilesh, sklevrish, janë gojt, shabat gojt e këtyre që po pushtojnë Shqipërinë. Janë të gjithë të tredhur dhe nuk flasin. Vetëm para 3 ditësh në Tiranë u bë një summit që ishte i biznesmenëve izraelit në Tiranë dhe ku flitet për sigurinë kibernetike. Dhe thanë që na shpëtoi Izraeli nga goditjet e Iranit. Dhe një nga filmat më të njohur në botë në media botërore, filmat në kuptimin diskreditimet për kace, po qenë filmat,
ka qenë flamuri i false flagu, ku paraqitet gjithmonë një ngjarje dhe kundërreagimi ndaj ngjarjes. Ku gjithmonë përfitues janë këta. Në fakt, gjithmonë është vërtetuar që ato ngjarjet e kanë shkaktuar. Edhe rasti i goditjes gjëja nga Irani në Shqipëri me sigurinë kibernetike është një rrena më e madhe që shpik në herë. Këto kanë qenë skemat e Edi Ramës dhe të Sorosit për të justifikuar një nga pushtimet bazë që është nevoja për zbrazjen e Shqipërisë dhe pushtimin e Shqipërisë nga kolonët e ri, që është kapja pjesë e infrastrukturës, ku infrastruktura e sigurisë kibernetike është kryesorja, dhe keni parasysh që ne jemi një vend që kemi 4 ministra, të cilët janë 4 kryeministra të Tel Avivit në Tiranë, 4 ministra të Tel Avivit në Tiranë, jo të Shqipërisë, siç është ministri i Brendshëm, ministri i Jashtëm, ministri i Mbrojtjes, të cilët këto 4 ministra, drejtësia, mbrojtja, rendi dhe jashtmi janë themeli se si pushtohet një vend. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e tretë të emisionit pas pak. U rikthyem në studio për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, faktikisht në një emision konglomerat, sepse pjesën e parë trajtova çështjen e Bashkimit Evropian, tani domethënë pjesën e dytë trajtuam një qasje interesante që solli Goxhaj në raport me atë që po gatuhet, në fakt përballë shqiptarëve dhe pas shpinë, sepse Po, shpopullim është. Dhe absolutisht tani do doja ta vazhdoja me temën e dytë, Altin. Ka një zgjidhje, pra se deri tani jemi në konstatim që po na ndodh kjo gjë, disa e dinë, disa se dinë, si mund zgjidhet ky moment, sipas teje gjithmonë? Këtu momenti që i lidh të dyja temat që trajtuam dy pjesë e para, lidhet me thelbin e asaj që është halli më i madh historik në 2000 vjet që është shpopullimi përfundimtar i Shqipërisë. Shqipëria ka pasur disa valë shpopullimesh. E para ka qenë më e rëndësishme, ka qenë në vitin 1400-1500, gjatë një genocidit të madh që u krye nga Perandoria Otomane, duke detyruar pjesën e zhvilluar popullsisë të largohej gjitha nga Shqipëria, shkoi drejt Italisë, shkoi drejt Greqisë, shkoi drejt Hungarisë, shkoi në disa vende të tjera. Dhe kjo valë shpopullimi u shoqëroi me disa valë më të vogla shpopullimi gjatë luftrave të shekullit të 17, 18, po në kohën e përplasjeve të Habsburgëve me Perandorin Otomane, që iku dhe pjesa tjetër e krishterë nga zona e verilindjes së Shqipërisë, që është nga Maqedonia në Kosovë, duke krijuar këtë rikonfigurim të ri të popullsisë në atë zonë ku serbët shpikën fjalën që ishin serb dhe ishin gjithë shqiptar, asnjë serb s'ka ikë nga ajo zonë, ka qenë gjithë shqiptarë që kanë ikur në Serbi, në Vojvodinë, në vende të tjera. Pastaj vjen vala tjetër e shpopullimit, që është shpopullimi organizuar nga luftrat e Serbisë, Greqisë, malazezëve, bullgarëve në Ballkan, ku shqiptarët identifikuan si turq dhe i përzuan në 100 vjet duke populluar Turqinë, që sot bëhet fjalë për një popullsi me origjinë shqiptare diku ke 15-20 milion shqiptarë, të cilët një pjesë janë në Turqi, një pjesë janë në diasporën turke. Pastaj vjen shpopullimi i ri, që është shpopullimi i komunizmit, i cili ndodhi në vitin 90, i cili e detyroi shqiptarin të shifte si shpëtim arratise nga toka e parëve, ku ndërkohë përpara shqiptarët detyronin të iknin, kjo ishte era e parë që donin të iknin. Pra, mezi prisnin të iknin. Kjo ishte, si thosh, eksperimenti komunist, dhe në vitin 2013, për ata që nuk donin të iknin, shpikën rilindjen e Ramës, e cila ishte një proces bindje, si thosh, një lloj lavazhi truri kombëtar, politik, i përbërë nga një komplot brenda klasës tonë politike, që çdo shqiptar të kuptonte që nuk ka asnjë arsye të jetojë në Shqipëri, perspektivë nuk ka, atëherë duhet të largohet. Pra ky vend nuk është më i mundshëm për të duruar më, por duhet të largohemi. Kjo kishte të bëjë me pjesën e popullsisë aktive, që kishte mbijetuar vitit 90 deri në vitin 2013 pa ikur. Dhe këtu është finale, sepse kjo është ajo pika e vija kuqe që ka përcehet. Pra, kur ne kemi këtë realitet, kush është zgjidhja? Zgjidhja është që në këtë vend popullsia është tredhur. Burrat me ndërgjegjë patriotike nuk ekzistojnë më. Burrat trima, Rama i ka dërguar fitimet e majme të kokainës dhe i ka thënë merrni me kokainë, merrni me pisliqe. Burrave pa karakter dhe pa personalitet që janë lëpirësa i ka futur klasën politike si lëpirësit e kësaj klase politike.
të cilët shërbejnë për të mbajtur gjallë mekanizmet shpopullimit dhe përfitojnë nëpërmjet patronazhimit, nëpërmjet lëpirjes, nëpërmjet korrupsionit, prestrandomës e kështu me radhë. Dhe në këtë moment ne kemi një krizë të madhe që ky është një vend i tradhtuar nga shqiptarët e mbetur dhe ata të ikur. Pra, ky brez do të mbahet mend në libra që do shkruhen më vonë si brezi i tradhtarëve, të cilët e shitën vendin e tyre sepse kishin frikë që të përballeshin me të keqen dhe janë aq të tredhur sa zguxojnë me bëj like Facebook e lëmë të marrin pushën dhe të vrasin këta që po na përzejnë, këta armikun që na ka pushtuar, që nuk janë judet, po janë këta shqiptarët tanë, hamzallarët e mbetur në Shqipëri, që janë sot klasën politike. Dhe kur e shef Edi Rami që del rrugëve, si dje fare, pjeshtrim, që ai është frikacakun i madh që kam njohur. Të kam kuptuar që ai ka dhënë informacionit dorës parë, që ka kuptuar që ky popull është i tredhur s'bën më, dhe ai mund të bëjë çfarë dojë me këta dhe këta janë dorëzuar. Pra, këtu pyetja është, kush na e ka fajin? Fajina e ka kastrimi në trurin ton. Ky vend nuk ka më burra, madje këtu mund të gjesh gra që janë me vlera dhe burrat si gjen më. Ky vend ka marrë fund për shkak se ka marrë fund burrëria, ka marrë fund patriotizmi. Njerëzit nuk e ndjejnë fare këtë që them unë. Ky është një vend i tradhtuar nga burrat e Shqipërisë, të cilët u ka humbur sensi minimal i qenit patriotik. E gjithë klasa politike janë armiqtë e tyre. Dhe këta nuk e kuptojnë dot që ka ardhur dita që nëse u ka met kaq pak burrni, duhet të shkojnë të ti marrin zvarr, edhe po ta them me sinqeritet, asnjë problem s'kam që po shkel ligjin. Në këtë vend nuk ka më burra që ta shpëtojnë këtë vend dhe këta njerëz e meritojnë fatin e tyre dhe izraelitët e meritojnë Shqipërinë për shkak se këta burra që ka Shqipëria nuk janë më burra, po janë tradhtarët e këtij vendi që e kanë shit të vend dhe nuk përballen me këta kriminal, të cilët po e përzejnë shqiptarin e fundit. Nuk del një burr të bëjë Avni Rustemin që të kishte kaq shumë nevojë Shqipëria këtë ditë, më shumë se në atë kohë. Bled, si e shikon këtë qasjet të Altinit? Altini ka normalisht ka ato notat fataliste. Unë më shumë se sa, domethënë, për të përshkruar një realitet, është përshkruar një dëshirë. Dhe një dëshirë për ta parë, domethënë, të ardhmen më pozitive. Dhe duhet parathën fakti që ku kemi një konflikti më i madh është luftrat. Akti fundor, akti final i një lufte është dhe ai kryesor, është largimi i popullsisë. Pra unë të vit pushtoj, të asimiloj, ose në më të keqen e rasteve, kur nuk e duroj një popullsi të caktuar, kërkoj ta largoj. Pastrim, që ndryshe pastrim etnik. Nëse një popullsi të caktuar nuk largohet, atëherë, në raste më të këqija, është genocidet, ose sterminimet, kampet e zhdukjes. Pra, si thuash, pastrimi etnik është akti fundor. Akti që mund të bëjë një pushtues. Akti fundor që mund të bëjë një pushtues, mbasi ka fituar luftën e tjerë është pastrimi etnik. Këtu, në Shqipëri, ne, si thuash, e kemi zbukuruar me terma ndryshëm, me migrime të tjerë, po ajo që po ndodh faktikisht është që shqiptarët po largohen masivitet të madh. Dhe nuk lini më. Këto pastaj mund të diskutojmë, mund të jenë pasoja të një kulture, domethënë që është përqafuar tashmë, në një kulture, si thuash, në thonjza perëndimore që duhet lind kaq etj. Janë shumë faktorë ekonomike etj. Një çumë është formula, në Shqipëri do duhet më shkojnë si një apo më shkojnë. Kjo ndodh për arsye po. Edhe me cilësi komplekse. Leçi sa ke besë fare. Kjo sepse importohet, nuk prodhohet asgjë. Kjo është një problem tjetër i madh që ka të bëjë për mendimin tim me politikën antikombëtare. Fakti që në Shqipëri nuk ka një ekonomi e orientuar në ekonomi e prodhimit. Ka vetëm, ka vetëm import. Importi është një nga gjërat që vret ekonominë e një vendi. Aq më tepër kur bilanc, s'po them që ka domosdoshmërinë e vet, por ajo që quhet bilanca tregtare duhet të jetë në favor të eksporteve.
Qoftë se kemi më shumë importe, po në Shqipëri është e llatashme diferenca midis importeve dhe eksporteve. Pra neve duke importuar, thjesht si thua pasurohet importuesi. Nuk ka prodhim, nuk ka vende pune, njerëzit do largohen, tani është kjo pjesë e një agenda apo jo. Nuk duhet të futem kësaj, unë shikoj rezultatin. Dhe rezultati është që shqiptarët largohen, edhe sot e kësaj dite kërkojnë të largohen. Aq më tepër të rinjt. Të rinj nuk shikojnë të ardhmen, nuk shikojnë të ardhmen këtu. Të ri ka mbetur. Shumë pak të ri ka mbetur dhe ata që kanë mbetur, domethënë mbarojnë ato studimet e tjera dhe mendojnë ose një specializim caktuar, marrin një zanat dhe kërkojnë që të zhvendosen. Dhe nuk e kanë bërë qoftë se kanë bërë sepse ndoshta Evropa është vetë në krizë. Por ose kanë plan për ta bërë, si mund të ndryshoj, unë mendoj që politika është arti i pamundurës. Dhe një frymë politike kombëtare besoj që do të ndryshonte situatën, do të jepte një frymë në shpëtim Shqipërisë, ku jo vetëm të mbajmë dhe të krijojmë atë oazin shqiptar ku shqiptarët të rrinë të investojnë këtu, të rriten këtu, ta mendojnë Shqipërinë si pjesën për të kaluar pjesën tjetër të jetës, por edhe për të kthyer, pse jo, duket si e pabesueshme, po dhe ata që kanë ikur të kthehen atë. Po kjo do, kjo është si përmarrje e madhe. Kjo duhet edhe një qendër intelektuale. Ti je me idenë Altinit. Qendra intelektualëve mund të rikthente shpresën në Shqipëri, mund të ishte një faktor të cilët do kompleksonte politikën shqiptare aktuale, duke sjell atë qëndrimin ndryshe dhe të drejtë. Them se ndonjëherë pamundësia ose ajo divide-it, shpërndarja që është bërë shqiptarëve, pra defragmentarizimi i shqiptarëve ka bërë që shqiptarët mos ta kuptojnë fuqinë e tyre. Nëse dalin individ të cilët kanë objektiv të qartë dhe kanë një projekt politik që i referohet sovranizmit dhe konservatorizmit, besoj se masa do ta shikonte si shpresë, po jo nga këta sharlatanët të cilët dalin si partitë e reja, thonë ne nuk kemi me rrudha, por i bashkangjiten totalisht dhe janë produkt i Sorosit. Pra, dhe nuk guxojnë të përdorin fjalën agent shpërbullimi, se ne nuk merrem me teori konspirative kundër Sorosit. Kështu thon. Pikërisht. Kështu që se si mund ta dallojnë shqiptarët profetët e rrem nga profetët e vërtet, është kush janë produktet e Sorosit, janë shumë lehtë, mjafton ti gricësh pak edhe ata e nxjerrin veten e tyre. Letër lakmus. Letër lakmus. Kështu që duhet patriota shqiptar projekt politik të dalë nga intelektualët shqiptar dhe jo produkt ndërkombëtar, është e vetmja rrugë të cilët mund ta sjellte një prosperitet dhe një ndryshim të kursit të Shqipërisë në këto momente. Dolçe. Atëherë ju thatë zgjidhja, Aulan. Unë mendoj që zgjidhja për këtë është sovraniteti. Sovraniteti në raport me partnerët, sovraniteti në raport me fqinjët, sovranitet në raport me të gjithë palët e interesuar për ta transformuar këtë vend në diçka tjetër. Dhe normalisht për këtë është shumë i nevojshëm largimi i qeverisë pjesë së kësaj agjende, pra agjendës që ne po diskutojmë për 1 orë, dhe reformimi i thellë në të gjitha fushat e jetës, reformim në afrimin e shërbimeve në komunitete, vëmendje e shtuar dhe vëmendje e veçantë për zonat rurale, për zhvillimin e zonave rurale, rikthimi i gjykatave, i komisariatave të policisë, i spitaleve, rikthimi i qendrave kulturore pra në zonat dhe në rajonet nëpër Shqipëri, sepse kemi vënë re që pjesë të agjendës kanë bërë edhe reformat në drejtësi, reformat në policitë shtetit, duke larguar shërbimet nga qytetari. Çdo lloj shërbimi është larguar. Mund të flasim për gjitha rrethet e Shqipërisë, rrethin më të afërt që kemi, pra mund të flasim për rrethin e Kryes. Kanë larguar gjykatën, prokurorinë, kanë larguar gjitha shërbimet nga qytetarët dhe banorët e gjithë rrethit Kryes. Dhe çfarë presin? Çfarë presin ata qytetarë? Ata do largohen sepse s'kan shërbime. Në drejtim Tiranës për të ndruar një vend 40 kilometra me tutje, ndoshta ata nuk e shohin të arsyeshme dhe largohen nga Shqipëria, që i shërbejnë pra agjendës. Dhe për mendimin tim, sovraniteti i Shqipërisë dhe i politikës shqiptare nga të gjitha interesat e huaja do të ishte shpëtim, rikthimi i vëmendjes
Pra rikthimi i vëmendjes për zhvilluar zonat rurale, njëkohësisht me zonat urbane siç janë zonat e Tiranës, e Durrësit, pra zonat më të populluara, mund mendoj që do të kishim një rikthim edhe të shqiptarëve, sepse unë e theksova dhe më përpara, unë nuk mendoj që shqiptarët ta largohen nga Shqipëria për arsye ekonomike. Ne jemi ndër të vetërt popujt në Europë që në Shqipëri ne kemi 23. Pra janë të rralla familjet shqiptare që nuk kanë një shtëpi. Ndërkohë që pranojmë të shkojmë emigrant në Itali, në Gjermani, në Francë, të trajtohemi me ndihmë sociale, të jetojmë në për ato shtëpitë e vjetra, se unë i kam parë vetë, se unë kam lëvizur, kam parë vetë në për 50% konsumit vetëm për qerë. pikërisht pra, dhe vërtetojmë atë që thash unë që shqiptarët nuk largohen për arsye ekonomike. Nuk largohen për arsye ekonomike, shqiptarët largohen sepse këtë vend e kanë bërë të pajetueshëm për të shërbyer agjendave siç e thamë edhe më përpara, agjendës popullimit e më radhë. Për ta mbyllur emisionin, domethënë në këto momente mendon se qeveria shqiptare është një qeveri kuislinge që po i shërben këtij plani, apo kemi të bëjmë vetëm me disa njerëz, domethënë që i shërbejnë vetëm Ramës, pra këto ministra. Unë kam takuar para shumë vitesh një burr në rrugë, të vjetër, nuk e di Roni Shellarron. Sot më tha një fjalë që më kam ngel mendja prej 15 vjetësh. Më tha, çan këto fjalë që keni shpikur, korrupsion, tha. Integrim, tha. Korrupsioni, tha, ka i fjalë shumë të thjeshtë, është ai duhet lik. Fjala kuisling. Këta janë armiqtë e Shqipërisë. Do të thënë, çfarë bëhet me armikun? Armiku vritet. Bëhet revolucion. Krijohet lëvizje armatose, lëvizje qëllimtare. Në gjithë botë, kështu ka qenë. Lëvizje antikolonialiste. Lëvizje kundër armikut. Armiku vritet, vëlla. Pse? Se s'ka rrugë tjetër. Këta janë armiqtë e Shqipërisë, ta duhen vrarë, në ç'kuptim ta them duhen vrarë. Duhen vrarë për aq kohë sa populli do ta kuptonte që do ishte i pushtuar nga armiku, po populli nuk e di. Pse nuk e di? Se populli është korruptuar. Domethënë, arsyeja pse këta do ta vazhdojnë ta marrojnë punën e tyre me shqiptarët, është sepse ata e dinë që janë armiqtë e shqiptarëve, po populli, por ti merre si dush, po ta them siç e shoh unë. Populli nuk e di që këta janë armiku, prandaj ata do shpëtojnë dhe ne do ikim. Pra, koncepti im është që unë kot flas për këtë temë, kot më pyet për këtë temë, sepse dëshpërimi im, fatalizmi që përcakton Bledi, përcaktohet nga fakti që nuk e kam e Rama unë këtë punë. E kam që e shoh për ditë tek populli shqiptar. Është populli dorëzum. Është populli që ka ish dorë. Ka ish dorë nga Shqipëria, ka lanë Shqipërinë, e ka lëshuar, i ka thonë fëmijës vet që në fillim, që në shkollë, mëso anglisht që të ikësh. Pra, ne kemi tradhtuar vendin tonë në shtëpinë tonë. E kemi tradhtuar vendin tonë në përzgjedhje. E kemi tradhtuar vendin tonë, kemi dyra se si mbështesin politikanët e tredhur që i shërbejnë pikërisht agjendës popullimit. Ky është një vend i tradhtuar nga populli vet. Armiku ka pushtuar se ka gjetur popullin që e ka tradhtuar vendin e vet. Dhe kur unë them ç'a bëhet me armiku, armiku vritet, po kush ta vras? Ky s'është popull për të vrarë një armik, se ky është popull që është për tik, jo për të vrarë armiku. Okej, Altin, ju falenderoj gjithë që ishit pjesë e emisionit dhe që ndatë to mendime me neve, se Vin Seriani, aktivist, Maringlen Doçi, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Bledi Dika, politolog dhe avokatin Altin Goxha. Fatalist. Faleminderit avokat për që ishe pjesë e studios. Nderuar miq, ky ishte emisioni për natën e sotme. Ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 dhe gjatë fundjavës. Deri të mërkurën e ardhshme, natën e mirë.